Besoj e keni parë të gjithë një video që po qarkullon në të gjitha rrjetet sociale, në çdo media të mundshme në vendin tonë, për ata fëmijët në Durrës që kanë fjalën, pra që ishin lënë nga jema nga mamaja e tyre. Po mirë më njerëz, nuk e pyesni pak veten ju? Po i babai i këtyre fëmijëve nuk ka fajaj, se jeni turrur gjithë me kuqe me maç për ta kryqëzuar maman e atyre fëmijëve? Jo se dua t'i dal në ndim, sepse besoj është adulte për ta mbrojtur veten, por nuk është normale kjo që ju bën. Pra, në rastin më të parë, pra i turreni, e sulmoni, shfryni atë mllefin tuaj brenda, pa e ditur si ajo mund t'i ketë pasur halle. Kjo duhet shërbej si një këmban alarmi që institucionet tona, por nuk funksionojnë në burr. 3 fëmijë nuk vënë shkollë, ku janë mësuesit? Ku është psikologja e shkollës? Ku është institucioni i familjes? Ku është kjo gjyshja, tezja, daja, çfarë kemi ne? Se për të marrë me lladhe jemi të paparë, të gjithë t'japim mend, por kur vjen puna në veprim asnjëri. Dhe mundohen tani ta nxjerrin keq atë vajzën atje në Durrës. Pra, pse nuk u kujdes dikush ta marri ta çojë te një psikologe? Se mund të ketë nevojë dhe jam i sigurt që do ketë nevojë ajo, se nuk arrin një prind të bëjë atë gjë për fëmijën. Po kur robi ka probleme, kryesisht psikologjike apo të shëndetit mendor, arrin këto përfundime dhe do zgjidhje. Po jo, te ne po të kesh probleme të vën shkelmi në fyt, mundohen të marrin dhe fëmijët, pra të ndajnë fëmijët nga nëna. Dhe ta degenerojnë para botës. E ja kuptoni ju se çfarë i bëhet atij prindit. Ktheheni pak nga vetja juaj se gjithë moralistat, papar, por kur ju ndodh juve, pastaj jo po kshu, jo po ashtu, jo po tërci, jo po verci. Po bolla burse, njeria është ajo. Pra, kush do ta ndihmoj vërtet le të vej ti pagoj psikologun apo një qendër rehabilitimi. Edhe ti mundsoj edhe kushte për fëmijët. Po bolla se na hapet barku ndaj. Gjithë moralistat direkt.